Disa degë të LDK-s kërkojnë dorëheqjen e Abdi Xhikut, eksponent partisë bëjnë thirrje për unitet. Në Tiranë kanë vjuar protestat me tubime të reja dhe kërkesa për llogaridhënie ndaj qeverisë. Zvicra dhe Kanadaja përballen sonte në Vancouver, ndeshja transmetohet drejt për drejt në RTK nga ora 21. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ripërsëriti se pas certifikimit të rezultateve do të nisë formimi i institucioneve. Sipas tij, vullneti i qytetarëve duhet përkthehet në funksionalizimin e institucioneve të reja. Në mbledhjen e sotme, qeveria mori një sër vendimesh për fshirë këtu edhe ndarjen e 3 milion eurove për kartonin e gjelbër për mërgjimtarët. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti paralajmëroi nisjen e diskutimeve për formimin e institucioneve të reja si dhe zgjedhjen e presidentit, menjëherë sapo të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve. Kurti në mbledhjen e qeverisë tha se vullneti i qytetarëve tani duhet të përkthehet në institucione të reja funksionale. Vullneti i popullit të zbatohet e të përkthehet në institucione funksionale, demokratike, të angazhuara e të përkushtuara për zhvillim e mirëqenie, arsim e shëndetësi, për siguri e mbrojtje, industri e prodhim, investime të mëdha infrastrukturore nga hekurudhat te digat e jo vetëm. Andaj, porsa të certifikohet rezultati i zgjedhjeve, do të nisim punën dhe diskutimet për formimin e institucioneve të reja, konstituimin e legjislaturës së 11 të kuvendit, formimin e qeverisë së re, dhe zgjedhjen e presidentit apo presidentes. Kreu i ekzekutivit foli edhe për arrestimin e 5 shpjestarëve të policisë serbe të dyshuar për përfshirje në masakrën e Reçakut, për çka përgëzoi institucionet. Derisa në njërin anë përgëzojmë institucionet për arrestimin e të dyshuarve, pas siç u tha një hetimi prej 6 muajsh, nuk mund të mos vëmë në spikon faktin se deri në vitin 2020 askush nuk është marrë me këtë rast. Rrjedhimisht nga mira lënë të trashëguara nga Euleksi, asnjë nuk ishte për masakrën e Reçakut. Ndërsa pas mbledhjes, ministri në detyrë i administrimit të pushtetit lokal Albert Krasniqi ka potencuar se grupi multietnik ka numrat e mjaftueshëm për ta mbështetur votimin e qeverisë së re. Para medjave, Krasniqi dha informacione edhe rreth buxhetit të ndarë për 4 projekte infrastrukturore në komuna. Projekti i parë është ai i rikustrimit të urës Sitnica në komunën e Mitrovicës së Jugut në vlerë prej 400.000 euro. Projekti i dytë është rregullimi i kanalizimit dhe asfaltimit në qytet dhe në fshatrat e komunës së Shtimes me vlerë prej 300.000 euro. Projekti i tretë është rivitalizimi i zonave publike të infrastrukturës së rekreacionit malor në komunën e Pes në vlerë prej 300.000 euro dhe projekti 4 ndërtimi i sallës së jashtme sportive në shkollën Musti Dumoshi në Dumosh në komunën e Podevjes në vlerë prej 50.000 euro. Kush është për? Bashkë me një sër vendimesh të tjera të marra sot, qeveria në detyrë ndau edhe 3 milion euro për mbulimin e policës kufitare për mërgjimtarët. Disa degë të LDK-s në Pej, Lipjan dhe Prishtinë kanë kërkuar dorëheqjen e kryetarit Lumir Abdi Xhiku pas rezultateve zgjedhore, duke theksuar nevojën për përgjegjësi politike dhe reformim të brendshëm, ndërsa në parti ka nisur debati gjerë me qëndrime të ndara pro dhe kundër kësaj kërkese. Ndërkohë, nënkryetari i Lidhjes Demokratike, Lutfi Aziri, ka thënë se asgjë s'ka ndryshuar dhe se sipas shkrimit të tij në Facebook, Vjosa Osmani mbetet e nominuar për presidente të vendit nga radhët e LDK-s. Aziri ka thënë tutje se kryetari i Lidhjes Demokratike Lumir Abdi Xhiku mbetet adresa e vetme për zhvillimin e proceseve politike në të ardhmen e afërt. Dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Pej dhe ajo në Lipjan kanë kërkuar zyrtarisht dorëheqjen e kryetarit të partisë Lumir Abdi Xhiku. Pas mbledhjeve të kryesive përkatëse dhe analizës së rezultateve zgjedhore, të dy degët kanë vlerësuar se lidershipi duhet të marrë përgjegjësi politike për rezultatin e arritur.
Kryetari i Lipjanit Imre Ahmeti, I cili vjen nga radhët e LDK-s të martën, nuk ishte I qasshëm për media. Dega e lidhjes demokratike në Lipjan ka kërkuar përmes një statusi në rrjetet sociale dorëheqjen e kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku pas pakënaqësive me rezultatin zgjedhor të zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 7 qershorit. Megjithatë, ne kemi qëndruar sot në Lipjan për të marrë një deklaratë nga kryetari I komunës së Lipjanit Imre Ahmeti, I cili I përket LDK-s, por sipas zyrtarëve të komunës, ai sot është në terren. Ndërkaq që nga dega e LDK-s në Pej për RTK-n foli antari I kryesisë së kësaj dege Faik Zeka, I cili rikonfirmoi kërkesën e LDK-s në Pej për dorëheqjen e kreut të partisë. Që për Kosovën nuk duhet LDK-ja me qenë partia e tretë, edhe kjo ka qenë arsyeja që na kemi kërku dorëheqjen. Thirrjeve për dorëheqje ju bashkua dhe dega e dytë e LDK-s në Prishtinë. Në reagimin e saj thuhet se Lumir Abdigjikut I janë dhënë mundësi të mjaftueshme për ta rikthyer partinë në rrugën e fitores, por rezultatet kanë munguar. Ndërkohë kryetari I LDK-s Lumir Abdigjiku reagoi duke falenderuar strukturat dhe aktivistët e partisë për mbështetjen e shprehur ndaj tij. Në një mesazh publik, ai tha se mesazhet e mbështetjes nga degët dhe veprimtarët janë dëshmi e përkushtimit ndaj misionit politik të LDK-s. Po ashtu Abdigjiku kritikoi drejtuesit e degëve në Pej dhe Lipjan, Gazmend Muhaxherin dhe Imre Ahmetin, duke I akuzuar për mungesë angazhimi për një rezultat më të mirë zgjedhor. Debati I brendshëm ka nxitur reagime të shumta nga zyrtarët e partisë. Deputetja e zgjedhur Hikmete Bajrami ka deklaruar se zgjedhjet e brendshme janë zgjidhja më e mirë për situatën aktuale, duke theksuar se parimi I përgjegjësisë duhet të vlejë për të gjithë. Në anën tjetër, Anton Quni ka kërkuar afrim mes të gjitha figurave kryesore të partisë. Thirrje për bashkëpunim dhe pajtim ka bërë deputetja Doarsa Kica Xhelili, duke theksuar se reflektimi duhet të shërbejë për bashkim dhe jo për përçarje. Ndërsa deputeti Fadil Hadërxhonaj ka vlerësuar se LDK-ja ka nevojë për reflektim të thellë, maturi dhe përgjegjësi, duke paralajmëruar se partia nuk ka luksin të merret me përçarje të brendshme. Në mbështetje të Abdigjikut kanë dalë edhe disa drejtues të degëve. Kryetari I degës së LDK-s në Klin, Alban Raci, I ka cilësuar kërkesat për dorëheqje si jo etike dhe proceduralisht të papranueshme, ndërsa nënkryetari I partisë dhe kryetari I degës në Ferizaj, Visar Azemi, ka deklaruar se secili zyrtar duhet fillimisht të jap llogari për rezultatin në degën që drejton. E kthejmë vëmendje në Shqipëri, atje ku protestat e qytetarëve po vazhdojnë. Lidhemi drejt për drejt me kolegën nga Radio Televizioni Shqiptar, Rugova Dunisha. Si duket nuk e kemi për momentin në linjë të drejt për drejt kolegën Rugova Dunisha, do të provojmë sërish të lidhemi me të, ndërkohë vazhdojmë me informacione të tjera të ditës. Procedurat e prokurimit publik apo e kemi, tani më njoftojnë nga regjia se e kemi kolegë nga Radio Televizioni Shqiptar. Përshëndetje, Rugova. Ju përshëndet edhe unë, sot është dita e 25 e protestës bashkëqytetare, e cila do të zhvillohet këtu pranë kryeministrisë, si çdo natë tjetër, qytetarët e mbledhur fillimisht për ndërtimet në zonën e Zvërnesit, po vazhdojnë me konsistencën e tyre, duke kërkuar tashmë disa kërkesa të qarta, të cilat kanë dy ditë që janë artikuluar qartë. Dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, krijimin e një qeverie të re teknike me një mandat 12 mujore, zgjedhur me shor, gjithashtu fuqizimin e ligjit për zonat e mbrojtura, fuqizimin e ligjit për trashëgiminë kulturore, fuqizimin e ligjit për investitorët strategjik dhe një kontratë re sociale me qytetarët, ndërsa kërkojnë edhe ndryshime kushtetuese të cilat duhet të bëhen përmes një referendumi. Këto janë kërkesat kryesore të dala nga kjo protestë, e cila ka hyrë tashmë në javën e saj të 24, vetëm pas pak do të mblidhen qytetarët këtu pranë kryeministrisë për të vijuar me skenarin e përhershëm ku do të mbajnë fjalën një pjesë të protestuesit, të cilët janë figura publike, po ashtu janë edhe aktivistë të ndryshëm të cilët janë bashkuar prej ditës një kësaj proteste e po vijojnë me konsistencën e tyre, ndërkohë që deklaratat e tyre dhe të gjitha le të themi pikat e kërkesat e tyre kanë gjallur mjaft debat në kryeqytet, sidomos në arenën politike ku kryeministri Edi Rama I quan këto kërkesat të një agjende jashtë asaj çfarë do duhet ishte një agjendë për Shqipërinë, një agjendë e interesave të treta, ndërsa zoti Berisha e ka mbështetur
i kam përshtatur një pikë të këtyre kërkesave me përjashtim të asaj zgjedhjes së një qeverie të përkohshme me short, pasi sipas Berishës kjo nuk mund të bëhet pasi është jashtë rendit kushtetues dhe ligjshmërisë që do duhet të ndjek një qeveri e re teknike. Rrugova të falenderojmë për këto informacione që i solle drejt për drejt nga Tirana. Procedurat e prokurimit publik në Kosovë vazhdojnë të ngjallin debate për transparencën, konkurencën dhe efikasitetin e shpenzimit të paras publike. Në një tryezë të organizuar nga KDI, përfaqësues institucional dhe ekspert diskutuan nevojën për reforma të thella ligjore me qëllim rritjen e llogaridhënies dhe garantimin e vlerës për taksa paguesit. Prokurimeve të qëndrueshme. Procedurat e negocimit për prokurimin publik në Kosovë dhe kontratat e fituara ngjallin shqetësimet për nivelin e konkurrencës dhe transparencës në prokurim publik, dilema këto të cilat u ngritën në tryezën organizuar nga KDI e që për qëllim kanë reformën drejt performancës dhe prokurimin publik në Kosovë. Të bëhet një analizë e ndikimit të tyre në efikasitetin e procedurave, në konkurrencë dhe në sigurimin e vlerës për paron, si dhe të propozohen reforma ligjore të cilat mbështesin jo vetëm digitalizimin dhe modernizimin e procedurave, por një reformim strukturor të gjithë procesit. Ndërsa synohet drejt performancës dhe cilësisë duke reflektuar mbi përvojat e deritanishme në prokurimin publik, pjesëmarrësit në panel nënvizuan se reforma është e domosdoshme duke garantuar më shumë transparencë dhe llogaridhënie. Roli jonë sot edhe tutje ishte dashur me qenë qysh mujmë na mi përmirësu. Tër sfida e parë është kur nuk ka vullnet politik që brenda vet institucioneve përkatëse edhe aspektit horizontal të institucioneve të tjera se cila lidhet me proceset e prokurimit, me pas grup punus ma gjanë edhe me pas gjithë përfshirje që është parimi bazë një shoqërie demokratike. Buxhetimi është fillim problem, se kom pas edhe tash buxhetimin që ka. Buxheti shtrihet atë shumë për një projekt saktum sa që është dembeli institucionale, një projekt thjesht me ndonë 4-5 vite. Kjo i pengon edhe komunat edhe ministrit me kry një punë si duhet. Presioni mediatik dhe verdikti votës qytetare u konsideruan si faktor të rëndësishëm të llogaridhënies për të garantuar një prokurim publik të drejtë dhe efikas. Megjithatë, reforma e vërtet kërkon transparencë të plotë, mbikëqyrje të vazhdueshme dhe zbatim të pakompromis të ligjit. Mund të ndërtohet një sistem prokurimi i cili mbron interesin publik dhe siguron që çdo euro e taksapaguesve të shndrohet në vlerë reale për qytetarët. Dinamike dhe automatizim. Gratë nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian vazhdojnë të jenë ndër më të prekurat nga pabarazit në tregun e punës në Kosovë. Një analizë e prezantuar sot vë në dukje se shumica e grave mbetën jashtë tregut punës, ndërsa ekspert dhe përfaqësues të organizatave ngritën pyetjen nëse programet e punësimit po krijojnë mundësi të qëndrueshme ekonomike apo vetëm punësim afatshkurtër. Për mira gra në Kosovë rruga drejt një vendi pune mbetet e mbushur me pengesa. Për gratë nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, këto barriera janë edhe më të mëdha, sipas të dhënave të prezantuara në një tryezë diskutimi në Prishtinë. Vetëm 24.5% e grave janë aktive në tregun e punës, ndërsa 75.5% mbeten ekonomikisht jo aktive. Përfaqësues të institucioneve, organizatave ndërkombëtare dhe shoqërisë civile diskutuan mbi ndikimin e platformës Superpuna tek komunitetet, duke ngritur pyetje nëse kjo iniciativë po krijon mundësi të qëndrueshme punësimi apo vetëm angazhime afatshkurtra. Gjithatë, sot gjithnjë më shumë po kuptojmë se krijimi i një vendi pune nuk është i barabartë me fuqizimin ekonomik, sepse kemi një hendek të madh gjinor në tregun e punës. E kur janë në pyetje komunitetet, kjo pabarazi është edhe më theksuar. Drejtoresha e zyrës së Karitasit Zvicera në Kosovë, Astrid Wayne, tha se punësimi nuk duhet të shihet vetëm si burim të ardhurash, por edhe si mundësi për integrim social dhe ekonomik afatgjat. Platforma Superpuna është një masë rëndësishme publike e punësimit dhe ajo ka krijuar mundësi të reja për të rinjt në Kosovë. Në të njëjtën kohë, diskutimet e sotme na ftojnë të shohim më thellë
Kush po përfiton, kush mund të jetë lënë ende pas, dhe çfarë kërkohet më shumë për të siguruar që masat e punësimit të kontribuojnë vërtet në një integrim ekonomik afatgjatë gjithëpërfshirës dhe në fuqizimin e grave. Ndërkohë, përfaqësues të shoqërisë civile theksuan se suksesi i politikave të punësimit nuk duhet të matet vetëm me numrin e vendeve të punës. A mjafton një vend i punës për me ndryshu jetën e një personi? A mjafton një subvencion për me kriju mundësi afatgjata? Dhe si mundemi me kuptu nëse politikat publike po ajrin me kriju mundësi reale për ata që vazhdojnë të përballen me më shumë sfida në qasje në tregun e punës. Sipas të dhënave të anketës së fuqisë punëtore të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shohem një paradoks gjinor, ku shohem se vetëm 24.5% e grave janë aktive në tregun e punës, pra që janë në marrëdhënie të punës ose që janë duke kërkuar punë, duke lënë 75.5% të grave ekonomikisht jo aktive. Pjesëmarrësit në diskutim kërkuan që politikat e punësimit të vlerësohen jo vetëm për numrin e vendeve të punës që krijojnë, por edhe për ndikimin e tyre në uljen e pabarazive. 24 qershori, Dita Nacionale e Komunitetit Egjiptian, është shënuar edhe këtë vit me aktivitete kulturore dhe artistike. Përfaqësues të komunitetit thanë se kjo ditë ka për qëllim promovimin e kulturës, traditave dhe vlerave të komunitetit egjiptian, por njëkohësisht edhe adresimin e sfidave me cilat vazhdon të përballet ky komunitet. 24 qershori, Dita Nacionale e Komunitetit Egjiptian është shënuar me aktivitete të ndryshme. Sipas përfaqësuesve të komunitetit, kjo ditë përfaqëson një mundësi të mirë për promovimin e kulturës, traditave dhe identitetit të komunitetit egjiptian. Njëkohësisht, u bë thirrje për mosbraktisje të shkollimit si një ndër sfidat më të mëdha të këtij komuniteti. Rëndësia e kësaj dite, 24 qershori, Dita e Egjiptianëve të Ballkanit, tregon kulturën, gjuhën, traditat dhe zakonet e përbashkëta me mazhorancën, sepse këtu jemi rritur së bashku dhe këtu jetojmë. Atëherë është një gjithëpërfshirje në aktivitetin tonë të sotëm, po ashtu dhe bashkëpunimi tregohet i veçantë me gjitha institucionet e komunës së Togut, si ato policore, si ato domethënë të komunave, të shkollave dhe komunitetit përgjithësi, edhe të mazhorancës, po edhe komunitetit egjiptian. Komuniteti egjiptian, si edhe komunitetet tjera ndoshta në Kosovë, po komuniteti egjiptian pak më shumë, ka sfidat e veta. Unë besoj se gjithmonë ka vend që të përmirësohet. Gjithmonë ka vend. Dhe unë ftoj, apeloj të gjithë të rinj të komunitetit egjiptian që të angazhohen sa më tepër, sa më shumë në shkolla, mos ta braktisin shkollën dhe të ecin përpara që të prosperojnë në jetën e tyre. Pavarësisht sfidave, përfaqësuesit e komunitetit thanë se viteve të fundit është shënuar progres i dukshëm, sidomos në fushën e arsimit, ku gjithnjë e më shumë të rinjit po ndjekin studimet dhe po përfshihen në jetën akademike. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka pritur organizatorët dhe artistët pjesëmarrës në gala koncertin Kangajon Dashni nga Prishtina. Aktiviteti organizohet në patronazhin e kryeqytetit dhe është pjesë e programit për shënimin e ditës së çlirimit të Prishtinës. Në takim u vlerësua rëndësia e kulturës dhe muzikës në promovimin e identitetit dhe trashëgimisë së qytetit, ndërsa u prezantuan edhe detajet e koncertit që do të mbahet në kuadër të festimeve. Në prag të gala koncertit Kangajon Dashni nga Prishtina, kryetari i kryeqytetit Përparim Rama ka pritur në takim organizatorët dhe artistët pjesëmarrës të këtij aktiviteti kulturor, i cili organizohet në patronazhin e kryeqytetit në kuadër të aktiviteteve për shënimin e ditës së çlirimit të Prishtinës. Është kënaqësi e veçantë me qenë sot këtu me artistë mrekullueshëm të trojave shqiptare, të Kosovës e Shqipërisë. Prishtina është qyteti që gjithmonë na bën bashkë dhe gjithmonë mendon për tej. Është qyteti ku secili prej nesh punon për me zhvillu edhe me transformu vendin tonë. Në këtë rrugtim janë edhe artistët me një rol jetik
Si kryeqytet jemi të lumtur që sonte po organizojmë këtë koncert në patronatin ton, pra në patronatin e kryeqytetit. Kemi marrë këtë iniciativë duke mujt me i pru se kemi shumë të pasur trashëgiminë kulturore muzikore ne. Kështu që jemi shumë të lumtur se po na thotë Nisa pak kthej. Okej, hello. Jemi mundu maksimalisht të bëjmë diçka të bukur, sigurisht pa përkrahjen e juaj nuk ja kishim dalë. Gala koncerti Kanga jon dashni nga Prishtina pritet të mbledh qytetarë të shumëconte në shesh të Prishtinës dhe të shënojnë një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore në kuadër të festimeve për ditën e çlirimit të Prishtinës. Ministria e Industrisë përmes Agjencisë së Metrologjisë dhe Inspektoratit Qendror të Mbikëqyrjes së Tregut ka vazhduar kontrollin dhe verifikimin e njësorëve elektrik në gjithë vendin. Gjatë inspektimeve të fundit janë identifikuar 5 njësorë elektrik me afat të skaduar të verifikimit metrologjik, për shka operatori ekonomik KEZ është gjobitur edhe me 25.000 euro. Ministria njofton se verifikimet do të vazhdojnë edhe në ditët në vim për të garantuar matje të saktat konsumit të energjisë elektrike, mbrojtjen e konsumatorëve dhe respektimin e standardeve ligjore. I është dhënë lamtumira e fundit kolegu ton Robert Bacaj, i cili vdiq mbrëm pas një sëmundje të rëndë. Menaxhmenti Radio Televizionit Kosovës ka dërguar një telegram ngushëllimi ku ka shprehur pikëllimin për humbjen e Bacajt, një nga regjisorët më të mirë që kishte Medium Ynë. Bacaj u varos sot në Prishtinë. Familjarë miq e kolegë të RTK-s ja dhanë lamtumirën e fundit Robert Bacaj me rastin e vdekjes së tij. Bacaj i kalonte për maset e tij me profesionalizmin dhe kolegialitetin e tij, të cilin e kultivoi për çerek shekulli punë e angazhimi në RTK. Kolegët e tij e kujtojnë njeri me vepra të cilat do të na lënë në kujtesë për herë. Roberti ka qenë një njeri i cili e ka shikuar punën e vet. Ka qenë profesionist, e ka dashur punën, por që vinë momentet kur duhet ndohemi edhe nga njerëzit më të dashur që i kemi, nga kolegët. Ka qenë një njeri me cilin ke mujt bisedosh thjesht si me një shok, jo vetëm një kolegë, po t'ja tregosh nga njerë edhe halët e tua, që nuk ja tregon gjithkujt. I tillë ka qenë Roberti. Menaxhmenti i RTK-s nëpërmjet një telegrami të ngushëllimit ka shprehur pikëllimin për humbjen e kolegut Robert Bacaj. Në telegram u tha se Robert Bacaj ishte profesionist, punëtor i paloshëm dhe një nga regjisorët më të vlerësuar që Radio Televizioni i Kosovës ka pasur ndër vite. Me punën dhe kontributin e tij ai ka lënë gjurmë të pashlyeshme në institucionin ton dhe në kujtesën e gjithë atyre që patën fatin ta njohin dhe të bashkëpunojnë me të, thuhet në telegram. Ndrojmë temë, gjatë ditës së sotme në vendin tonë moti ishte i ndryshueshëm. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, në disa zona pati reshje lokali shiu e që vende u shoqërua edhe me shkarkime rrufesh. Meteorologët për ditët e ardhshme parashikojnë stabilizim të motit. Gjatë ditëve të fundit në vendin ton ka mbizotruar mot i paqëndrueshëm, i cili ka sjellur edhe reshje të dendura të shiut, të cilat janë shoqëruar her pas here edhe me breshër dhe shkarkime rrufesh. Megjithatë, ky mot mbetet i parashikueshëm nga meteorologët. Po ditët e fundit të sinës së pranverës dhe këto ditët e para të sinës së verës janë përcjellur me temperatura bukur të larta, do të thotë për 1 deri në 2 gradë mbi vlerat e normales, maksimalet kanë lëvizur nga 31 deri në 34 gradë Celsius. Qytetet më të nxehta ishin Kamenica dhe Prizreni dhe Gjakova, kurse pjesë tjera kanë qenë me temperatura 30 deri në 31 gradë Celsius. Këto 3 ditët e para të kësaj jave u shoqëruan edhe me reshje shiu në disa zona të izoluara patëm edhe reshje breshëri dhe shkarkime rrufesh, por që përgjithsisht kanë qenë reshje të breshit të intensitetit të dop dhe kujtoj që nuk kanë ndikuar që të kemi dëme të mëdha. Sipas institutit, gjatë ditëve në vijim pritet stabilizim gradual i motit.